Pse ky muaj mallnushëm, e drejt pyet dikush, pse ky muaj kaq i mallnushëm? Pse ky muaj kaq i begat? Pse në këtë muaj s'ka forcë shejtani t'i shkatroj njerëzit siç i shkatron përgjithsisht? Pse ky muaj mallnushëm e bën triun apo të rejën të komandoj jetën e vet kur 11 muaj e ka humbur busullën? Pse njeriu në 11 muaj është i dobët, në këtë muaj besimtari dhe besimtarja bëhet e fortë? Ç'është kjo çudi dhe mrekulli që ndodh? Pse ky muaj kaq i fuqishëm? Pse ky muaj tërheq ibadet, adhurim, vepra të mira, fuqishëm si magnet? Sepse në këtë muaj ka zbrit Kurani famlarët. Në këtë muaj dhe në atë natë që quhet nata e Kadrit, filloi fuqishëm, mbasi ishte plurosur komunikimi të madhit Zoti qofshin fal me njerëzimin nëpërmjet Xhebrailit tek Muhamedi alayhis salam. Se duhet me kuptuar pse. Sepse zbriti libri, fjala e të madhit Zot Kurani famlar. Kush e zbriti atë? I madhi Zot i jep porosi Xhebrail Eminit, krye engjëllit që ja dërgoi atë Muhammed Mustafa alayhis salam. Dhe ky engjëll që quhet Xhebrail, që ju dha amaneti me zbrit Kuranin, u bë më i miri engjëllve. Tha zbritja Kuranin, Muhammed Mustafa alayhis salam si zbriti për 23 vjet. Pejgamberit që u zbrit kush ky Kuran, u bë pejgamberi më i madh. Ky Kur'an, shahru Ramadan, muaj Ramazanit, alladhi unzila fihi al-Quran, në cilin zbriti Kurani. Shahru Ramadan, muaj Ramazan, në cilin zbriti Kurani. Pse u bë? U bë muaj më i begat, se çfarë zbriti Kuranin të. Nata sa 1 muaj nata Kadrit, u bë nata më e famshme në rrezullin toksor, sepse natë zbriti ky Kuran. Lidhja jonë është me Ramazanin, po esenca e Ramazanit është Kurani, dhe lidhja e çdo besimtari dhe besimtare duhet jetë me Kuranin famlar. Kur e pyetën brezi që erdhi, bashkëshorten e tij i thanë, si ishte pejgamberi? Na e përkufizo, na e koncentro, na e shpjego me pak fjalë. Tha kanë khuluquhu al-Quran. Tha morali i tij ishte gjithë Kurani. Pra ai e zbatoi gjithë Kuranin, u bë njeriu më i madh që ka ekzistuar ndonjëherë.